Faleminderit nën kryetari Kuvendit, nderuar deputet. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 javë nga deklaratat skandaloze të ministrit të qeverisë së Republikës Kosovës Javllanovićit përkundër qytetarëve të Kosovës në përgjithësi, ndërsa në veçanti kundër nënave të Gjakovës, të cilat në luftën e fundit çlirimtare humbën me të dashurit e tyre, situata pothuajse mbetet e njëjtë. Javllanovići në këtë mënyrë po vazhdon të tallet duke na fyer të gjithëve pa përjashtim. Atëherë ne nuk kemi rrugë tjetër përveç për të besuar se fakti se këtyre fyrjeve të këtij Javllanovićit po u bashkohet edhe qeveria e Kosovës në krye me Isa Mustafën, i cili nuk lejoi që çështja të shtrohet as në qeverinë pranë kabinetin e tij. Po si është e mundur që një qeveri e një kryeministri të ri, indiferent ndaj kësaj gjuhe përjashtuese, e një niveli të ulët qytetare njerëzor ndaj një populli të tërë, duke i quajtur madje gërsira. A nuk do duhet që së paku t'i thuaj këtij njeriu me trupin Prishtinë e kokën në Beograd? Jo zotëri, e gërsira janë vetëm ata që vrojnë, masakrojnë civil të parmatosur, madje edhe pleq dhe foshnja pak muajshe. Si është e mundur, zëvendës kryeministër Thaçi, që brenda kabinetit tuaj të mbani njerëz të tillë që nuk i vron as pak ndërgjegja për atë që bëjnë e flasin, të tërhiqen nga deklaratat fyse poshtëruese e të kërkojnë falje e vonuar e cila ishte më shumë poshtruese. Ministri Javllanović para së gjitha ka fyer gjithë qytetarët e Kosovës, duke përdorur termin Kosovë dhe Metohi. Pastaj, ai pa fije turpi ka fyer protestuesit në Gjakov, duke i quajtur e gërsire. Ai me deklaratat e tij në vazhdimsi vazhdon me fyrjet edhe ndaj protestuesve gjakovar në çdo ditë po i bashkohen protestues nga mbar Kosova. Si është e mundur të jesh qytetar i Kosovës, të jesh ministër e Republikës së Kosovës e të mos kesh njohuri për 6.000 persona të zhdukur, 12.000 qytetarë të vrarë dhe rreth 20.000 femra të dhënuara gjatë viteve 98-99. Ç'është kjo paturpsi? Gjua e përdorur nga Javllanovići është fashizëm. 16 vite më parë, me terma të ngjajshëm, regjimi Miloševićit i arsyetonte të gjitha krimet e panumërta që i bënte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Javllanovići është ministër në Republikën e Kosovës, pra pjesë një kabineti qeveritar të një shteti që nuk e njeh dhe e quhen Kosovë Metohi. Javllanovići është ministër që paguhet nga taksat e qytetarëve të Kosovës, mira nga të cilët u vranë o masakruan nga Serbia, shteti të cilit ai e përfaqëson brenda institucioneve kosovare. Pra kryeministër, në vend të deklaratave për ulje gjakrash, ju është dashur urgjentisht ta shkarkoni këtë ministër edhe pa kërkesën e qytetarëve. Sepse jeni kryeministër, e keni dashur shumë këtë post, këtë karrigë. Mirë, me gjithë mend